Assalamu alaikum wa rahmatullah, të nderuar vëllezër dhe motra. Ja ku erdhi më në fund rasti më i mirë, dita më e mirë në të gjithë vitin për t'ia përkushtuar Allahut Madhërisëm me agjërim dhe përkushtim. Ajo është dita e Arafatit. Transmeton Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Katade se pejgamberi alayhi salatu wasalam është pyetur për agjërimin në ditën e Arafatit dhe ka thënë: ajo është një ditë që Allahu i Madhërisëm ju keffiru senet el madhje wal baqje. Allahu i lartë madhërisëm dhe i mëshirshëm fshin të gjitha gabimet e vitit që kaloi dhe vitit që do të vi. Pra, sikur njeriu ta agjeroj me përkushtim dhe sinqeritet për hatër të Allahut në ditën e Arafatit, do të meritoj fshirjen e vitit kaluar të gabimeve që ka bërë, madje ka rezervë ajsa nëse do të gaboj për vitin që do të vi, Allahu është i mëshirshëm për t'i falur gjunahet e robit të tij. Imagjinoni në një hadith tjetër që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij: "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Çdo kush, çdo besimtar i cili agjeron një ditë të vetme, cila do të ditë qoftë për vitit, për hatër të Allahut xhelle xhelalu, Allahu nëpërmjet agjerimit të asaj dite do ta largojë nga zjarri i xhehenemit 70 vjeshta, pra 70 vjet. Imagjinoni se çfarë sevapi të madh ka një agjerim në 10 ditët e Dhulhijhes, imagjinoni sa shumë sevape ka dita e Arafatit për t'ia përkushtuar Zotit fuqiplot me agjerim. Andaj, mos neglizho. Agjeroje atë ditë, mundohu që gjatë gjithë ditës së Arafatit sa je me agjerim, ti lutesh Allahut Madhërisëm me lutje, ti lutesh Allahut të plot fuqishëm me lutjet e përzemërta të sinqerta që ke, dhe ti jesh i bindur vëlla, ti jesh e bindur motër muslimane se Allahu i Madhërisëm është i mëshirshëm, do të shpërblej në këtë botë dhe në ditën e gjykimit.